Do të trajtoj temën e punësimit dhe të votës. Një temë që ose një bisedë që has shpesh, jo ky më ka punësuar, jo më ka futur në punë Partia Socialiste, ose jo i detyrojmë atij. Një sekond, një njeri i cili është një i punësuar dhe merr një rrogë 370 euro, 400 euro apo 500 euro. Nuk ka asnjë lloj detyrimi ndaj partisë. Në qoftë se ti hecë me këtë logjikë dhe ti je i punësuar dhe merr të njëjtën rrogë tek një privat. Pra, këtij privatit i bën punën, kësaj ose partisë i bën punën. Pra, nuk ke ndonjë detyrim as moral, as shpirtëror. Pra, ti je i punësuar, në qoftë se ti je i punësuar në mënyrë fiktive dhe vjedh lekët e pra bën gjithsesi kur punon. Dakor, kjo është problemi jot, pra ti ke marrë pjesë në mashtrim ose në vjedhje, ose kjo quhet punësim fiktiv ose klientalizëm tipik. Kështu që nuk i keni ju njerëz asnjë lloj detyrime as partive, pra normalisht ty të mbron, nëse ti je i punësuar për kohë të gjatë, të mbron ligji. Nëse ligji s'të mbron, do të thënë që ligji tallet me ty, partia tallet me ty. Dhe mbrojtja më e madhe është e ardhmja jote e fëmijës tënde. Pra nuk mund të gënjesh, të mashtrohesh me një rrogë qesharake dhe ti të tutesh e para punës që edhe nëse supozojmë se të kërcënojnë, nuk të kërcënojnë dot, nuk heqin dot as nga puna, sepse nuk kanë më me kë të zvendësojnë. Nëse ti mendon se do të zvendësojnë me të huaj, nuk i zvendësojnë dot. Pse? Sepse shumica e njerëzve preferojnë të kenë njerëz që flasin të njëjtën gjuhë, që t'i bëjnë punën e të tjera. Në administratën shtetërore, me kë do t'i zvendësoj? Me pensionista. Pra hoqi nga puna dhe vendosi dikë tjetër. Ku do ta gjej? Kështu që kjo mënyrë tallje ose presioni nuk funksionon. Pra çdo gjë që detyroheni, unë që kam ikur në emigracion, apo që jetoj në një vend të huaj, ai tjetër që ka ikur në emigracion, i detyrohet vetvetes, mendjes, krahëve, kontributit të vet. Kështu që nuk është e pranueshme që në vitin 2025 të dëgjohen biseda të tilla. Kjo më ka dhënë, çfarë të ka dhënë? S'të ka dhënë asnjë gjë. Nuk të ka pasuruar. Një njeri unë do ta kuptoja që një njeri që ka marrë një pasuri të madhe, që ka bërë korrupsion dhe bëhet pre dhe mbështet, prap është e dunueshme për shoqërinë, për vjedhjen e tjera, por mundet të perceptohet ose të kuptohet që shiko, ky u bë sepse sllav i kësaj partie, sepse ka përfituar miliona e miliona. Kurse një njeri që është i punësuar, nëse nuk punësohet në shtet, do të punësohet privat, nuk punësohet privat, do të ikë jashtë. Pra, këto mënyra në shtrimi që unë e kam atë detyrim, unë e kam atë kushuri, jo. Nuk i detyrohesh as kushurit, as Gjergjit, as Zotit, pra vota është e fshet, ke detyrim ndaj vetes, ndaj fëmijës tënde dhe voto më të mirin, nëse Gjergji më i miri, voto më të mirin dhe kjo nuk mund të funksionojë më. Ju përshëndes.